إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. عليكم السلام ورحمة الله. Të nderuar vëllezër dhe motra musliman, jemi në leximin e haditheve dhe athereve të cilat i ka mbledhur prisi besimtarëve në hadith dhe i ka sjellur në për tema të ndryshme, dhe këto tema janë tema që kanë lidhje me edukatën. Prandaj dhe libri quhet El Adab El Mufrad, libri i kushtuar edukatës, pra nuk ka tematika të tjera siç ka libri i tij Sahih El Bukhari, libri Sahih që ka tema të ndryshme, kurse ky libër i shkruar prej tij është posaçërisht në lidhje me hadithet e edukatës. Dhe këto janë të rëndësishme për ne, sidomos në shekullin e 21 diellor ose në shekullin e 15 anor, ku njerëzit i japin pak ose as pak rëndësi edukatës dhe vjet e re prishje dhe shturje në shoqërinë ku jetojmë dhe në familjet që janë qeliza e shoqërisë. Prandaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë shumë hadithe në lidhje me këtë, dhe ajo që ka ardhur ke hadithi Xhibrilit alayhis salam, ku thuhen shenjat e ditës së Kiametit, dhe përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dy prej tyre, njëra lidhet me shoqërinë dhe tjetra lidhet me familjen. Kur barit këmbëzbathur dhe të zhveshur do të bëjnë gara kush e kush të ndërtoj godinën më të lartë. Këtë ne e kemi parë këto 50 vitet e fundit, ku ndryshimi i shtresave, ndryshimi i niveleve ka qenë jashtëzakonisht i shpejt, dhe deri dje personi në fjalë ka qenë bari ose i varfër, kurse sot është bërë miliarder dhe ndërton dhe bën gara me shokun e tij kush të bëj godinën ose gradacelet më të lartë, dhe ne këtë po e shohim me sytë tonë. Pra ky ndryshim ka qenë i shpejt në shoqërinë njerëzore. Dhe e dyta është ndryshimi në familje, kur të lindi robresha, zonjën e saj, pra prindi tjetë ai që konsiderohet sklav ose rob, kurse fëmia tjetë padroni dhe pronari. Dhe këtë ne po e shohim sot, tek Allahu kërkojmë ndihmë, që fëmia sot nuk respekton prindit e tij, dhe sillet sikur padroni me robin ose me sklavin që ka qenë dikur. Dhe ne jemi në këtë tematikën e robërisë, se si muslimani duhet të sillet me robërit e tij. Dhe kur Islami na mëson që ne të sillemi mirë me robërit, atëherë si duhet të jetë ajo me prindrit. Dhe kur te ky hadith do të vijë situata që ne po e përjetojmë, që prindrit trajtohen më keq se robërit ose si robërit. Për ata personat të cilët sillen ashpër me ta dhe nuk ndjekin
rrugën dhe edukatën islame. Prandaj ne jemi të nevojshëm të mësojmë edukatën islame, të mësojmë fenë e Zotit, sepse bota ndryshon, situata ndryshon, ne duhet jemi të përgatitur. Nëse nuk je i përgatitur, ka shumë mundësi që të humbasësh në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu na ruaj. Atëherë vazhdojmë temën e sotme. Aleikum selam wa rahmatullah. Bejul khadim el afu anil khadim. Falja që i bëhet shërbëtorit, falja ndaj tyre. Këtë tematik, këtë temë Imam Buhariu e ka sjell për të treguar që falja është cilësi e besimtarëve. Besimtarët i falin njerëzit. Wa afina anin nas. Pra ata falin njerëzve. Dhe në qoftë se ti e ke cilësi që të falësh gabimet që të bëjnë njerëzit, atëherë gabimet e robit dhe shërbysit tënd janë më parësore. Pse janë më parësore? Sepse shërbëtori ka bërë mirë ndaj teje, të ka shërbyer, të ka sjell dobi, atëherë atë duhet ta falësh të parin. Edhe nëse gabon, edhe nëse nuk bën atë që i thuhet, origjina është që ne duhet të sillemi me njerëzit me falje, dhe jo me ashpërsi dhe me vrasësi dhe me sjellje të keqe. Dhe kjo falje duhet të jetë e vazhdueshme në sjelljen tonë dhe duhet të jetë gjatë, duhet ta bëjmë këtë gjë gjatë gjithë jetës tonë. Ka ardhur hadithi nga Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, pra ky nuk është hadithi temës, por hadith që lidhet me faljen, që një burr e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kem nafu anil khadim, sa herë duhet ta falim shërbysin ton? Këtë pyetje e bëri 3 herë përpara se të përgjigjet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra nuk u përgjigj me të parën dhe me të dytën. Dhe pastaj u përgjigj u'fu anhu fil yawmi 70 marra. Falja ati në ditë 70 herë. Kjo fjalë që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe hadithi është i saktë, tregon që falja duhet të jetë e madhe nga ana jonë, të mos mërzitemi dhe të mos kalojmë kufit. Sa prej nesh e falin shërbysin, si e thonë të që i shërben, 5 herë në ditë, apo 10, apo 15, po hadithi që ka ardhur thot 70 herë. Pra që t'japi me kuptuar që sjellja jonë duhet jetë orientuar drejt faljes. Po kjo kërkon besim, iman, pra kërkon edhe që ti jesh nga ato njerëz që e ndjen mirësinë e Allahut. E ndjen që Allahu azza wa jall të ka dhënë mirësi dhe të ka begatuar me mirësi. Dhe kjo temë vjen për të sqaruar rëndësinë e faljes dhe të anashkalosh gabimet e atyre që bëjnë ndaj teje, dhe këtë muslimani e ka gjithmonë përpara syve. Dhe falja është një mirësi që sjell dobi të shpejta në këtë botë dhe dobi të mëvonshme në botën tjetër, kurse ashpërsia anasjelltas në atë që thamë, e kundërta. Hadithi i parë në këtë temë është hadithi i Ebu Umames radiallahu anhu, aleikum selam, i cili ka thënë: Aqbala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'ahu ghulaman فوهب أحدهما لعلي رضي الله عنه وقال لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة.
وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا وأعطى أبا ذر غلاما وقال استوصي به معروفا فاعتقه فقال ما فعل قال أمرتني أن أستوصي به خيرا فاعتقته. Atër ky hadith që transmetohet nga sahabi i nderuar Abu Umame radiallahu anhu thot, erdhi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ai kishte 2 djem, pra 2 shërbysa, dhe dhuroi njërin prej tyre Aliut dhe i tha, mos e rrih, sepse unë jam ndaluar nga rrahja e namazlive dhe e kam para të që kur erdhëm ishte duke u falur. Dhe ja dha Ebu Dherrit tjetrin dhe tha të këshilloj të sillesh mirë me të, dhe ai e liroi. Dhe tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çfarë bëri? Tha, më urdhërove që të sillem mirë me të dhe unë e lirova. Ky hadith, të cilin e ka sjell Imam Buhariu në këtë temë, na tregon që namazi është një nga veprat e rëndësishme, një nga veprat e mëdhaja, që kush e bën atë meriton respekt. Dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, unë jam ndaluar nga rrahja e namazlive, është fjalë e madhe. Kjo si fjali pra, është fjali e përgjithshme përveç nëse ka shkelur një nga kufit e Allahut. Pra, namazi është ajo vepër e cila e pastron dhe edukon njeriu. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Namazi të ndalon nga punët e këqija dhe të irrituara. Edhe në qoftë se shikon diçka të keqe ke në njëri që fal namaz, të këqijat që bëjnë të tjerë janë më të mëdha. Gjithsesi namazi është ajo vepër që e edukon dhe e pastron vazhdimisht njeriu. Prandaj nuk ka nevojë për ashpërsi, siç është rrahja. Kjo është vlera e atyre që falin namaz. Dhe kur Allahu i madhëruar ja ka dhënë këtë status personit që fal namaz në këtë botë, atëherë shpresohet që në botën tjetër ky njeri do të përfitojë nga falja e namazit, ashtu siç përfitoi në këtë botë, dhe shpresojmë ke Zoti që këta njerëz do t'i nderojë Allahu ashtu siç i nderoi dhe në këtë botë. Pra kush fal namazin e sabahut me xhamat është në mbrojtje të Allahut, siç ka ardhur hadithi. Dhe Ebu Dherrit radiallahu anhu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha të porosisë që të sillesh mirë me të. Dhe ky sahab, siç ishin dhe sahabët e tjerë, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, zgjodhi më të lartën e mirësisë. Sahabët në radhë parë ishin të shpejt në zbatimin e porosive që vinin nga Allahu dhe nga i dërguari i tij. Ata ishin shumë të shpejt dhe nëse do shikoni, do t'i mblidhni hadithet që kanë ardhur, do shikoni që sahabët e kanë këtë cilësi që nuk vonojnë në zbatimin e kryerjes së urdhrave të Allahut dhe të dërguarit të tij. Edhe për këtë zgjidhnin shkallën më të lartë të zbatimit dhe të mirësisë. Pra, fjala të porosisë të sillesh mirë është fjalë e përgjithshme dhe sjellja mirë ka shumë vepra në të. Ebu Dherri zgjodhi më të lartën që është lirimi, ta lirosh nga robëria. Kjo vepra është më e larta dhe vepra më e mirë. Atëherë Ebu Dherri radiallahu anhu e liron robin për të zbatuar fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe hadithet që kanë ardhur për lirimin nga robëria janë
të shumta dhe vlera që ka ai që liron robin është vlerë e madhe ke Allahu i madhëruar. Hadithi tjetër nga Enesi radiallahu anhu, Enes ibn Malik thot: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة وليس له خادم فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم. Kur erdhi, kur mriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë dhe nuk ishte shërbys, atëherë më mori Abu Talha, që ishte burri i martuar me nënën e Enesit, pra njerëku i tij. Dhe Enesi e donte Abu Talhën jashtëzakonisht shumë dhe marrëdhëniet e tyre ishin shumë të mira me njëri tjetrin, jo siç nën kuptohet, pra kur e përdon fjalën njerëku ose njerka, përmendin gjithmonë për keq, por e them për sqarim këtë, sepse Enesi e donte Abu Talhan jashtëzakonisht shumë. Si parantezë, pra thamë që e mori Abu Talha Enesin për dorë dhe më çoi, thot, derisa më futi ke pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe tha: O pejgamberi i Allahut, inna Anasan ghulamun kayyisun labib. O pejgamberi i Allahut, Enesi është një djalë i zgjuar dhe i kujdesshëm, i zgjuar dhe i shkafët. Fel yakhdimaka, le të jetë ai që të shërbej ty. Qal fa khadamtuhu fi safari wal hadar. I shërbeva atij, thot Enesi, në udhtim dhe në vendbanim. Muqaddimahu al-Medina hatta tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Që nga koha që erdhi dhe mriti në Medinë derisa vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma qala li, nuk më tha mua asnjëherë an shay'in sana'tuhu lima sana'ta hadha hakadha. Nuk më tha mua asnjëherë për një diçka që unë e bëra, pse e bëra këtë kështu. Dhe nuk më tha për një diçka që nuk e bëra, pse nuk e bëra këtë kështu. Ky hadith që transmetohet nga ky sahabi nderuar, shërbyesi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Enes ibn Malik, ky sahab i cili i ka shërbyer pejgamberit sallallahu alaihi wasallam afërsisht 10 vjet, sepse thot në këtë hadith që kur erdhi derisa vdiq, pra koha që ndeti dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam në Medinë ishin 10 vjet. I shërbeu gjatë këtyre 10 vjetëve dhe nuk pa tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vetëm se moralin më të lartë dhe sjelljen më të lartë. Allahu azza wa jalla thot: "Wa innaka la ala khuluqin azim." Allahu i madhëruar thot për të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam: "Ti, thot, o Muhammed, je në një shkallë madhështore të moralit. Je në një shkallë sipërore, një shkallë të lartë. Ky lavdrim vjen nga Zoti i botëve." Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto 10 vjet thot Enesi që unë i shërbeva, si nuk më tha një herë për një gjë që unë e bëra, pse e bëra kështu, ose për një gjë që nuk e bëra, pse nuk e bëra. Gjithë jeta e tij në këtë lidhje me çështjet personale ishte falja. Pra e falte tjetrin edhe nëse gabonte, edhe nëse nuk e bënte mirë, edhe nëse humbiste diçka nga ato dobit e dynjas, nuk e qortonte. Dhe thotë Enesi, nuk më ka qortuar asnjëherë për këto vepra. Dhe tek fjalia e parë, kur thotë Abu Talha që o i dërgumi i Allahut, Enesi është një djalë kejjisun, labib, është i zgjuar, është i shkafët. Pra, ai e lavdroi në sy. Dhe lavdrimi në sy lejohet kur tjetri nuk
i shkakton fitne, nuk i bën fitne kjo, që të bëhet burra vetë ose të hyjë vetë në qenë, ose, për shembull, kjo kur ka dobi. Dhe dobia ishte që ky djalosh të shoqërohej dhe të rrinte afër me dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe të mësonte prej tij dhe të mësonte rrugën e tij dhe të përfitonte në këtë botë dhe në botën tjetër, ashtu siç e kemi përmendur në fillim, ku i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ju lut Allahut për Enesin dhe i dha Allahu mirësi në këtë botë dhe shpresojmë thotë Enesi shpresoj thotë që të përfitoj në botën tjetër dhe padyshim që ai është nga sahabët më të dalluar dhe më të mirë. Atëherë në këtë temë vjen diçka për të kujtuar që është edhe për të qeshur, por është edhe për të qarë. Më shumë është për të qarë se për të qeshur. Nuk besoj se një njeri që i kujton zjarrin e xhehenemit i vjen për të qeshur më. E dini shumë mirë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, kush thot për mua atë që se kam thënë, le t'i përgatis vetes një vend në zjarr. Ka shumë njerëz që thonë ka thënë Allahu, ka thënë i dërguari dhe nuk janë të saktë në fjalët e tyre. Nuk janë të saktë. Ka dhe disa njerëz që kanë hapur ndonjë libër, por nuk janë të sigurt që hadithi është i saktë apo është i dobët. Nuk bën më thënë për hadithin që është i dobët, ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, vetëm se duke e sqaruar, duke thënë që ky hadith është i dobët dhe gjatë asaj në qoftë se ka hadithe të tjera që janë të ngjashme me të, ja sqaron njerëzve. Ama të thuash ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ta lësh ashtu dhe të kuptohet që kjo është fjala e dërgumit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, kjo nuk bën. Në këtë temë është një hadith i cili nuk ka bazë, pra nuk lejohet të thënë që e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por se është i përhapur ke njerëzit që merren me leximin e librave. El mu'minu kayyisun fatin. Besimtari është i zgjuar dhe i vëmendshëm. I zgjuar dhe i shkafët. Një person nuk e dinte që ky hadith nuk është i saktë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Nuk lejohet të thonë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Por e gjeti në një libër, përveç faktit që ky hadith është i dobët, ai e lexoi dhe keq. I shtoi baltës ujë, që u bë akoma më balt. Nuk e lexoi el mu'minu kayyisun fatin, por ndryshoi zanoret dhe ndryshoi shkronjat, duke qenë se nuk dinte të lexonte, dhe tha el mu'minu qisu qoton. E para do të thotë kjo që tham, kurse ai e lexoi besimtari është si thesi i pambukut. Edhe jo vetëm kaq, po filloi dhe ta shpjegonte. Tha është si thesi i pambukut, pra do të thënë që brenda është i bardhë, zemra e tij është e bardhë, e filloi të fliste fjalë nga vetja vet. Prandaj me që erdhi rasti këtu, e përmendim që kur ta dëgjoni ose kur të dëgjoni hadithe, duhet t'i thoni shokut tuaj që hadithet duhet të jemi të sakt në leximin e tyre dhe të jemi të sakt në kur themi ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse rrezikojmë të ndëshkohemi nga Zoti në qoftë se themi për të dërguarin atë që ai nuk e ka thënë. Allahu na ruaj nga kjo dhe kjo ishte një këshill dhe këshilla i bën dobi besimtarëve. Jemi në temën tjetër, ku thot Imam Buhariu, tema bab
Men khatama ala khadimihi makhafata su'u dhann. Kush ja numëron dhe ja llogarit shërbyesit të tij nga frika e dyshimit ose nga frika e paragjykimit. Dhe ka sjell hadithin nga Ebu Alje, Allah më shëroft, ka thënë: "Kunna nu'mar an nakhtim 'ala al-khadim wa nakil wa na'udduha karahiyata an yata'awwadu khuluqa su' aw yadhunna ahaduna dhanna su'." Thot Ebu Alje, Allah më shëroft, urdhëroheshim ne që të llogaristim shërbyesit dhe t'ja peshonim dhe t'ja numëronim nga frika se mos mësonte një vesë të keq, apo ne dyshonim dhe mendonim keq për të. Kjo fjalë na tregon ne kujdesin e këtyre brezave të parë në lidhje me shërbyesit. Dhe që zemrat jenë të pastra, që as ti mos dyshosh se ai vjedh ose bën një veprim të keq, por edhe mos i hysh në hak, duhet të jesh i rregullt. Duhet të jesh gjërat e tua duhet të jenë të sistemuara mirë. E para, kur ti vepron me një shërbys të tillë, duhet t'ja numërosh. I jep një sasi parash, numëroja. I jep një sasi ose diçka që peshoja. Në mënyrë që duke e parë personi që ky është i rregullt dhe nuk i shpëton gjë, atëherë nuk merr vese të këqija, siç mund të jetë vjedhja, ose hilja, ose gjëra të këqija. Dhe po ashtu shpëton nga paragjykimi i keq ose nga dyshimi ndaj tjetrit. Pra kjo është një mënyrë që neve të sillemi edhe me punëtorët. Duhet të jemi të rregullt, nëse ti e di që pronari është i rregullt, i numëron gjërat, nuk shko mendja me vjedh. Po nëse punëtori, Allahu na ruaj, e di që ai është i çrregullt, nuk di ku i ka lënë këtë, vjen një moment që ai mëson vesin e keq dhe fillon pastaj edhe pronari fillon edhe dyshon, edhe aty ku nuk bën me dyshu, akuzon të pafajshmin dhe mbron të fajshmin, kështu që kjo ka një zgjidhje e kësaj është të ecësh në rrugën që kanë ecur të parët tanë të mirë që neve po e lexojmë dhe jemi në temën e kësaj. Tema tjetër, thot Imam Buhariu, men adda ala khadimihi makhafata dhann, kush e numëron shërbysit të tij nga frika e dyshimit. Është e njëjta temë, por ka sjell hadithin nga Selman el Farisi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, i cili ka thënë: inni la'uddu al-uraqa ala khadimi makhafata dhann. Unë ja numëroj el-uraq. Uraq janë ato kockat e mishit të cilët i është hequr pjesa më e madhe. Ato, thot Selmani, u ja numëroj shërbyesit tim nga frika e dyshimit. Nga frika që të mos dyshoj tek ai, ja numëroj edhe ato. I them sa janë? 5. Këto do t'i çosh për shembull filan vend. Që mos kem dyshim që ishin kaq apo ishin aq. Dhe si puna këtyre haditheve që lexuam, është hadithi i Ebu Hurerës radhiyallahu anhu, i cili ja numëronte po ashtu shërbyesit vet, ushqimin ose këto gjëra që kishin ata për çuar njëri ke tjetri, dhe në momentin që hanin ushqim, e ulte afër vetes edhe hanin pa hesap, pa llogari. Ama kur vinte puna për ta çuar në një vend ose për ta urdhëruar, ja numëronte. Dhe pyesin shokët e tij, i thotë ti më parë ja numërove të gjitha një për një, kurse tashi nuk po i kërkon
edhe po hamet të pa numër. Thot, hadha anka li sadr. Ky veprim që bëra, thot, është më i pastër për kraharorin, për zemrën. Pra, më e pastër për zemrën time, që unë nuk kam dyshime dhe nuk kam paragjykime të këqija për atë, dhe më e pastër për zemrën e tij, që nuk e çoj që ai të mësojë në një vest keq. Pra këto që lexuam janë të mjaftueshme për të qenë besimtari i rregullt dhe për të qenë çështjet e tij të jenë gjithmonë të renditura mirë dhe kujdes nga çrregullësia, sepse çrregullësia shumë herë të çon në këto veprime dhe po e mbyllim me hadithin po nga Abu Huraira radiallahu anhu që thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam iyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith. Ruhuni, ju paralajmëroj juve për paragjykimin, për dyshimin, sepse ky dyshim është gënjeshtra më e madhe. Pra, nuk duhet të eci njeriu me fjalë të që nuk kanë fakte, me vepra të pa argumentuara, gjëra të pa faktuara. Dyshoj unë se filani ka bërë këtë. Atëherë që të mos kesh dyshime, duhet të jesh vetë i rregullt, duhet të mësosh rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet të mësosh se si të jetosh, duhet të mësosh edukatën në mënyrë që të mos kesh probleme dhe të mos akuzosh njerëzit se kjo të çon pastaj që të jesh njeriu që flet të gënjeshtra dhe fjalë të gënjeshtra dhe i bie të pafajshmëve në qafë. Këtu pra deri këtu kishim përgatitur mësimin e sotshëm. Allahu ma shpërbleft për durimin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.